Prej nëntorit të vitit 2020 janë në paraburgim, e arsyen për ta vazhduar këtë mazë gjykata speciale e kishte të njëjtë, kryesisht ishte ajo e rrezikut që Thaçi, Veseli, Krasniqi e Selimi të ndikojnë në dëshmitar apo prova, por për pak ditë kjo arsye nuk do të qëndrojë më, të paktën kështu shpresojnë ekipet mbrojtëse të 4 ish-krerëve të UÇK-s. Juristët dhe njohësit e proceseve juridike, sipas tyre me përfundimin e rastit të prokurorisë së Hagës, përfundojnë edhe arsyet për vazhdimin e paraburgimit për Thaçin, Veselin, Krasniqin e Selimin. Kjo pasi krerët e UÇK-s në asnjëherë thanë, më nuk mund të ndikojnë as tek provat dhe as tek dëshmitarët. Në deklaratat e tyre publike, avokatët e Hashim Thaçit e Recep Selimit kanë theksuar se gati 5 vjet në paraburgim është një kohë shumë e gjatë. Sipas tyre, pas përfundimit të rastit të prokurorisë, ata do të shqyrtojnë kërkesën për lirim nga paraburgimi dhe caktimin e një mase më të butë. Pavarësisht ndryshimit të rrethanave dhe shpresës që ekziston për lirimin nga paraburgimi të 4 ish-krerëve të UÇK-s, ky pritet të jetë një vendim i gjykatës. Kjo e fundit ka treguar se funksionon ndryshe nga Tribunali i Hagës apo gjykatat e tjera. Si rezultat, mbetet të shihet se cili mund të jetë vendimi që mbase mund të jetë indikativ dhe për veprimet pasuese në Hagë. Paraburgimi në aspektin juridik llogaritet si masë e fundit, por për krerët e UÇK-s, kjo ka qenë masa e parë dhe e vetme. Mirë po me dorëzimin e provave dhe përfundimin e dëshmitarve, vazhdimi i paraburgimit po cilësohet si shkelje të drejtave të të akuzuarve. Vullnet Bugaqku, hulumtues në KDI, ka shkruar në rrjetet sociale se nuk ka arsye për vazhdimin e kësaj mase. Kjo ngasje me përfundimin e dëgjimit të dëshmitarëve të prokurorisë nuk ka ndonjë rrezik real apo mundësi për ndërhyrje në procesin gjyqësor, sidomos në friksimin e dëshmitarëve të prokurorisë. Përndryshe, heqja eventuale e masës së paraburgimit dhe zvendësimi i saj në një masë më të butë do të ndihmonte në garantimin e drejtësisë dhe shmangjen e ndalimit të paarsyeshëm të personave të akuzuar në këtë rast. Po ashtu një veprim i tillë do të ndikonte në përmirësimin e imazhit dhe rritjen e besimit të publikut në punën e kësaj gjykate në tërësi, shkruante ai.